mrekullueshëm kultor që edhe pse ka një moshë të caktuar, ai është shumë bujar. Faleminderit për të emocionin që përshove sot. Albania më hard. Albania is my heart. Shqipëria është zemërtime. Mama ime ka vdekur, por ju jeni të afërmit e mi. Ju jeni prindërit e mi. My mommy, dad, but my father, Albanian father, my father. Baba im ka vdekur, por të gjithë ata antar iranian që unë i përmenda janë familjarët e tij të nderuar. Dhe ne kemi vendosur që ai i ka thënë në momentin e jetës së tij dhe prandaj ne ka qenë emocionuar, të vërtetë reale. I have shown sister and brother. Thank you very much. Faleminderit gjithë, shumë faleminderit. Jemi shumë të lumtur që ne të kemi këtu në fshatin tonë. Dhe sigurisht edhe falënderimet, një falënderim special për zotin Hasan Shabaz, i cili sikurse të gjithë shtetet iranian kanë bërë një punë të shkëlqyer dhe bërë një punë të vazhdueshme për ecurinë sa më të mirë të fshatit tonë. Një falënderim për zotin Ibrahim Kodovande, sepse na ka suportuar në vite për projektet tona, dhe një falënderim shumë i madh për zotin Bejzat Ali Shahi për të gjithë suportin që na jep vazhdimisht. Dhe falënderimi shumë për këtë projekt, edhe pse pati shumë sfida, pati shumë probleme, u mundua me shpirt edhe me mirë që ta përcjellim sa më bukur, sa më shumë emocione përpara jush. Një falënderim për zonjën Brigela Sullomari për një punë të vërtetë që ajo bëri për të edhe nuk u shfaq ashtu si kulturë, dhe patjetër Jetmir Kanani, i cili është bashkuar së fundmi shoqatës tonë. Shumë faleminderit, jeni shumë të lartë që ju keni dhe ju falenderojmë për të gjithë punën që ju keni bërë.